E para e Pjetrit, kapitulli 3, vargjet 15 deri në 16. Të jemi gjithnjë gati. Të mbrojmë shpresën me butësi dhe druajtje. Madje shenjtëroni Zotin, Perëndin në zemrat tuaj, dhe jeni gjithnjë gati për të përgjigjur në mbrojtjen tuaj, kujdo që ju kërkon shpjegime për shpresën që është në ju, por me butësi e me druajtje, duke pasur ndërgjegje të mirë, që kur t'ju padisin si keqbërës, të turpërohen ata që shpifin për sjelljen tuaj të mirë në Krishtin. Ka pyetje që na bëhen çdo ditë dhe nuk kërkojnë shumë mendim. Për shembull, sa është ora, si je, ku po shkon? Por ka edhe një pyetje tjetër shumë më të thellë që herët avon do t'i bëhet çdo besimtari të vërtet. Pse ke shpresë? Pse ti nuk je si të tjerët? Çfarë ke ti që unë nuk e kam? Apostulli Pjetër u shkruan besimtarëve të shpërndarë në krahinat e Aziz së vogël, në një kohë kur të ishe i krishterë do të thoshte të ishe i dëshuar, i përqeshur dhe shpeshherë i persekutuar. Ata nuk kishin pushtet, nuk kishin mbrojtje ligjore, nuk kishin zënë në shoqëri, e megjithatë, Pjetri nuk u thotë të fshihen dhe as të sulmoj. Ai u jep një strategji krejt tjetër. Shenjtëroni Krishtin në zemër, jeni gati të përgjigjeni dhe bëheni me butësi dhe me ndërgjegje të pastër. Rreth vitit 250 pas Krishtit, një murtaje të mërshme goditi perandorinë romake. Historianët e quajnë murtaja e Ciprianit. Sipas peshkopit të Kartagjenës, që e përshkroi atë, në kulmin e saj, vetëm në qytetin e Romës vdisnin me mijëra njerëz në ditë. Qytetet u kthyen në vende paniku, të pasurit iknin në përfshatra, familjet e braktisnin njerëzit e tyre të smur, madje kishte edhe prindër që linin fëmijët që ishin të infektuar vetëm që të mos infektoheshin. Por në mes të atij tmerri, njerëzit vunë re diçka të çuditshme. Kishte një grup njerëzish që nuk iknin. Ata qëndronin, hynin në shtëpitë të smurve, u jepnin ujë, i lanin, i ushqenin dhe kur dikush vdiste, e varrosnin me dinjitet. Shpesh, duke u infektuar dhe duke vdekur vet, këta ishin të krishterë. Dionisi, peshkopi i Aleksandrisë, shkruante në atë kohë se besimtarët i vizitonin të sëmurët pa frikë, kujdeseshin për ta dhe u shërbenin në Krishtin duke ikur nga kjo jetë të lumtur bashkë me ta. Dhe bota përreth filloi të pyeste, po pse po i bëjnë këto? Po pse këta njerëz nuk kanë frikë nga vdekja? Çfarë shprese kanë këta që ne nuk e kemi? Historia tregon se pikërisht në ato dekada, besimi krishterë u përhap më shpejt se kurrë. Jo sepse të krishterët fituan debate, por sepse jeta atyre ngriti një pyetje që bota nuk mund ta shpjegonte. Dhe kur pyetja erdhi, ata ishin gati të jepnin përgjigjen. Jezu Krishti, i ringjallur. Kjo është pikërisht çfarë Pietri ishte parasysh 200 vjet më parë kur shkroi këto fjalë tek pasazhi që neve po ndalemi sot. Pietri e shkroi këtë letër rreth viteve 62-64 pas Krishtit, pak para se perandori Neron fillon të persekutimin e hapur kundër të krishterëve. Marrësit e letrës ishin të huajt e shpërndarë në Pont, Galati, Kapadoki, Azi dhe Bitini. E para Pietrit kapitulli 1 vargu 1. Ata ishin besimtarë të thjeshtë, shumë prej tyre shërbëtorë dhe të varfër që po përjetonin talljen, përjashtimin shoqëror dhe akuzat e padrejta për shkak të besimit të tyre. Vargjet 15-16 vijnë me një herë pas pyetjes së Pietrit në vargun 13. Kush do t'ju bëj keq në qoftë se ju ndiqni të mirën? Dhe pas premtimit të vargut 14, por edhe sikur të vuani për drejtësinë, lum ju. Pra konteksti është vuajtja e padrejtë, pikërisht aty ku besimtari do të priste një strategji mbijetese. Pietri jep një strategji dëshmie. Ai kthen sytë e tyre nga frikat e mundësia. Çdo kundërshtim është një derë e hapur për ungjillin. Nëse zemra është gati, kjo na kujton se pasazhi ynë nuk është thjesht një këshill për debate teologjike. Është një udhëzim për të jetuar me guxim të butë në mes të një bote armiqësore. Shenjtëro Krishtin si Zot në zemrën tënde. Para se Pietri të flasë për gojen që përgjigjet, ai flet për zemrën që adhuron. Thotë shenjtëroni Zotin, Perëndin në zemrat tuaja. Fjala origjinale që përdoret këtu për shenjtëroni ka kuptimin të veçosh diçka si të shenjtë, t'i japësh vendin e parë dhe më të lartë. Pra Pietri nuk po na kërkon ta bëjmë Krishtin Zot. Ai tashmë është Zot. Por po na kërkon ta njohim dhe ta kurorëzojmë si Zot në fronin e zemrës sonë çdo ditë. Pietri këtu po citon profetin Isaia. Në një kohë frike kombëtare, kur populli dridhej nga armiqt, Perëndia i tha profetit: mos e quani për betim gjithçka që populli e quan për betim. Mos keni frikë nga ajo që ai druan. Zotin e ushtrive, atë duhet të shenjtëroni. Ai të jetë frika juaj, ai të jetë merri juaj.
Isaia kapitulli 8, vargjet 12 dhe 13. Pietri e merr këtë varg dhe e zbaton te Jezusi. Një dëshmi e fuqishme se Jezusi është vetë Zoti i Isaias. Por vini re logjikën shpirtërore. Frika mundet vetëm nga një frikë kur Krishti është i vogël çdo kritik, çdo tallje, çdo kërcënim duket gjigant. Prandaj fjala e urtë na porosit: ruaje zemrën tënde me shumë kujdes, sepse nga ajo dalin burimet e jetës. Fjalët e urta 4:23. Zbatimi është i qartë. Dëshmia nuk fillon me kurse trajnimi, por me adhurim personal. Një zemër kur Krishti mbretëron çdo mëngjes në lutje dhe në fjalë, do të flas natyrshëm për të gjatë gjithë ditës. Sepse nga tepria e zemrës flet goja. Mateu kapitulli 12:34. Je gjithnjë gati për të dhënë përgjigje. Jeni gjithnjë gati për të përgjigjur në mbrojtjen tuaj kujdo që ju kërkon shpjegime. Fjala origjinale për mbrojtje ka kuptimin e një mbrojtje të arsyetuar para gjyqit, ashtu siç një avokat paraqet provat dhe argumentet për të mbrojtur çështjen e tij. Nga kjo fjalë vjen edhe termi apologetik, shkenca e mbrojtjes së besimit. Pra besimi ynë nuk është një ndjenjë verbër, ai qëndron mbi fakte, jetën, vdekjen dhe ringjalljen historike të Krishtit. Vini re, detaje në këto urdhërim. Së pari, gjithnjë, jo vetëm të dielën, jo vetëm kur ndihemi mirë, por në çdo moment. Së dyti, kujdo. Fëmijës që pyet në shtëpi, kolegut në punë, fqinjit, skeptik, studentit që tallet. Askush nuk është shumë i vogël dhe askush shumë i vështirë. Së treti, që ju kërkon. Pietri nënkupton se jeta jon duhet të jetë aq ndryshe sa njerëzit të na pyesin vet. Pali e përshkruan të njëjtin qëndrim. Esni me urti ndaj të jashtëmëve, duke e shfrytëzuar kohën. Të folurit tuaj të jetë gjithnjë me hir, i ndrejqur me krip, që të dini si duhet t'i përgjigjeni gjithë secilit. Kolosianëve 4:5-6. Shembulli më të bukur e gjejmë te vetë apostujt. Kur Pali qëndron para filozofëve të Athinës, ai nuk u tërhoq dhe as nuk i fyeu. Ai nisi nga altari i tyre, perëndisë së panjohur, dhe i çoi hap pas hapi te Krishti. Te Krishti i ringjallur. Veprat 17:22 deri në 31. Ai e njihte kulturën e tyre, por e njihte edhe më mirë shkrimin. Kjo kërkon përgatitje. Mundohu të dalësh përpara Perëndis, i sprovuar si punëtor që nuk ka pse të turpërohet, që thot drejt fjalën e së vërtetës. 2 Timoteut kapitulli 2 vargu 15. Zbatimi, përgatitja nuk është vetëm për drejtuesit. Çdo besimtar duhet të di të tregojë me pak fjalë, me pak fjalë historinë e vet në Krishtin. Si isha, si më takoi Krishti, çfarë ndryshoi? Askush nuk mund ta kundërshtoj dëshminë tënde personale. Filloni këtë ditë. Shkruajeni dëshminë tuaj në 3-4 fjali dhe mësojeni. Përmendesh. Shpresa jon është arsyeja e pyetjes. Pietri nuk thotë që njerëzit do të na pyesin për doktrinat tona, për ndërtesat tona apo për traditat tona. Ai thotë se do të na kërkojnë shpjegime për shpresën që është në ju. Shpresa është shenja dalluese e të krishterit. Dhe kujdes, në Bibël, shpresa nuk është një dëshirë e pasigurt, sikur themi, shpresoj të mos bjerë shi. Shpresa biblike është pritje e sigurt e asaj që Perëndia ka premtuar e ankoruar në një ngjarje historike, ringjalljen e Krishtit. Vet Pietri e kishte thënë që në fillim të letrës: bekuar qoftë Perëndia dhe Ati i Zotit ton Jezu Krisht, i cili me anë të mëshirës së tij të madhe na rilindi për një shpresë të gjallë me anë të ringjalljes së Jezu Krishtit prej së vdekurish. E para Pietrit kapitulli 1 vargu 3. Një shpresë e gjallë, jo një ide e vdekur, por një realitet që frymon dhe rritet edhe në mes të vuajtjes. Bota ka optimizëm, por nuk ka shpresë. Optimizmi thot, ndoshta gjërat do të shkojnë mirë. Shpresa krishtere thot, edhe nëse gjërat shkojnë keq, Krishti im ka fituar mbi varrin dhe ardhmja ime është e sigurt në duart e tij. Prandaj autori i Hebrejve e krahason shpresën me spirancën e anijes. Kjo shpresë që ne kemi është si një spirancë e sigurt dhe e patundur e shpirtit. Hebrejve 6:19. Dhe kjo shpresë nuk është arritje e vullnetit ton, por fryt i frymës së shenjtë. Dhe Perëndia i shpresës let ju mbush me çfarëdo gëzimi dhe paqe me anë të besimit që të keni mbusholli të shpresës me anë të fuqisë së frymës së shenjtë. Romakëve 15:13. Pyet veten sinqerisht: a duket shpresa ime kur kolegët ankohen, kur çmimet rriten, kur vjen smundja? A reagojnë unë ndryshe nga ata që s'kan Krishtin? Ashtu si të krishterët e motajes së shekullit të tretë, dallimi ynë në ditët e errta është ftesa më e fuqishme
që bota të pyes çfarë ke ti ndryshe. Mënyra ka po aq rëndësi sa mesazhi. Pjesa e fundit e vargut 15 dhe vargu 16. Tani Pietri mbyll me 3 kushte për mënyrën se si të përgjigjemi. Me butësi, me druajtje, duke pasur ndërgjegje të mirë, mund të fitosh debatin dhe të humbasësh njeriu, mund të kesh të vërtetën në gojë dhe të krenari në zemër, dhe atëherë e vërteta nuk dëgjohet më. Së pari, butësia. Fjala origjinale ka kuptimin e forcës në kontroll. Si një kal i fuqishëm i zbutur nga i Zoti, butësia nuk është dobësi, është fuqi që zgjedh të mos shtyp. Ne nuk jemi prokuror të botës, ne jemi lypës që u tregojmë lypësve të tjerë ku gjetëm bukë, ku gjetëm të hanë, ku gjetëm shpresë. Shërbëtori i Zotit nuk duhet të zihet për të jetë i butë me të gjithë, i aftë për të mësuar njerëzit dhe i durueshëm duke i mësuar me butësi kundërshtarët me shpresë se Perëndia ua jep atyre të pendohen. Te e gjen tek e 2 Timoteut 2:24-25. Të dyti, ndruajtja. Ky është nderimi i thellë. Para së gjithash ndaj Perëndisë, sepse po flasim në emrin e Tij, por edhe respekt ndaj njerëzve përballë, i cili është krijuar sipas shëmbulltyrës së Perëndisë. Sado kundërshtar të jetë, tallja, ironia dhe përçmimi nuk kanë vend në dëshminë e krishterë. Titit 3:2. Së treti, ndërgjegja e mirë. Argumenti ynë më i fortë nuk është goja, por jeta. Nëse fjalët tona thonë njërin gjë dhe jeta jon tjetrën, bota do t'i besoj jetës. Prandaj Pietri thotë se sjellja jon e mirë në Krishtin do t'i turpërojë shpifësit, jo fjalët tona të mpreta, por pastërtia jon e heshtur, pali jetonte me këtë synim. Prandaj unë përpiqem të kem vazhdimisht një ndërgjegje të paqortueshme para Perëndisë dhe para njerëzve. Veprat 24:16. Këtë kishte thënë edhe vetë Zoti Jezus në predikimin në mal. Ashtu, le të shndrit drita juaj para njerëzve që të shohin veprat tuaja të mira dhe ta lëvdojnë atin tuaj që është në qej. Mateu 5:16. Para se të hapësh gojën për Krishtin, pyet veten, a mund të mbështes jeta ime atë që do të them, dhe kur flet, kujto se qëllimi nuk është të fitosh, por të fitosh njeriun për Zotin, për Krishtin. Që çdo mëngjes t'i themi Jezusit, ti je Zot i kësaj dite. Mund të shkruajmë dëshminë tonë me 3 ose 4 fjali që mund t'ia tregojmë dhe ta ndajmë me të tjerët. Zgjidh një njeri dhe lutu çdo ditë për të. Zemra para gojës, jeta para fjalës. Kur dikush të pyes, pse ti ke shpresë, a do të jesh gati edhe për ta mbyllur me lutje, o Zot Jezus, shenjtërohu si Zot në zemrat tona. Na mbush me shpresën e gjallë të ringjalljes sate dhe na jep butësinë e ndërgjegjes së pastër, që dëshmia jon të nderojë ty, o Zot. Në emër të Krishtit. Amen.